konsumojmë diçka me Emir Vajushin si trajner në Gjermani. Kemi një foto, Rezia, kolegët e mi Ensar Basha dhe Florin Gërdani na e përcjell në ekran. Është foto e ekipit që ju drejtoni. Sa vite karrierë u bën si trajner dhe sa të vështirë ka një shqiptar të drejtojë një ekip në Gjermani? Mu jam bë 4 vite që jam futbollit si trajner në Gjermani, në ligat amatore. Kam filluar prej shumë poshtë, pothuajse në limitet e fundit në Gjermani, po e quaj kështu. Dhe këtë sezon jam nis për vedi, po them vetë për vedi si trajner një ligë më tepër. Dhe kam drejtoj aktualisht ekipin e Molsen, quhet ekipi që jam unë. Fillimi i sezonit ka qenë i vështirë. Qyteti ku jetoni? Po, në afërsi, domethënë, në zonën ku si u prit ambienti gjerman? Ato sportistët gjerman, gjithë janë gjerman apo ka edhe të huaj? Ka ndonjë shqiptar? Te ekipi ku kam pas shumë të huaj dhe pak gjerman, beles me humor i thoshim aty në gjermanëve që ju jeni të huajt këtu. Domethënë, kam pas edhe një 3-4 shqiptar herë mas herët. Jam prit mirë, realisht kam kalu mirë me to pavarësisht problemeve më teknike që nuk... Mbyllja kësaj faze, si ka qenë për skuadrën? Për ekipin tonë, domethënë, unë kam pas një objektiv për me majtë skuadrën në kategori. Aktualisht jena 1 pikë larg vendit dytë dhe tretë që janë me pikë barabarta. Kena pas një fillim sezonit vështirë në 5 ndeshje, nuk arritëm me fitua si ndeshje. Morëm me 3 barazime dhe 2 humbje dhe masandana në 10 ndeshjet e tjera arritëm me marrë 8 fitore dhe 2 barazime. Për momentin jena ekipin më në formë i kampionatit. Fatkeqësi është fakti që na umru viti, na umru sezoni, pjesa e parë e sezonit, sepse ishim një super formë. Megjithatë, shpresoj që pjesën tjetër të sezonit ta vazhdojmë me këtë lloj mënyre.